Nëse Vllaznia e futsallit u shpall kampione sonte përballë Tiranës, natyrisht që goli fitore si Gjoklet ka meritën kryesore, por jo pa ka dhe Fatos Behari që e mbajti portën e paprekur. Urime Fatos. Faleminderit Gac. Ishte thjesht detyra që kena bërë për me arrit këtë titull. Thjesht si tanë bëme vetëm detyrën, asi sa më tepër. Realisht Tirana ushtroi presion dhe disa goditje ishit në portën tuaj. Por jo më e rrezikshme se Flamurtari. Jo më e rrezikshme se Flamurtari, por edhe finale. Ka ato emocionet e veta, por u kurorzuan me sukses. Ju keni video që jeni aktivizuar në futsal, por kjo është suksesi i parë historik kampion. Domethënë kjo është e treta finale dhe takon çeshia mbi tokë. Se të dy tjerët i kam të hupa. Si e përjetuat momentin vëshillimit të arbitrit Solaj në fund? Po, gëzimi pa për shkëm. Dhe së fundi ndonjë dedikim për këtë sukses nga ana Fatos Behari? Për familjen, për gjithë tifozët që ishin pranishëm, për qytetin.